Ditën e sotme është ndarë nga jeta këngëtari i njohur Shpat Kasapi për të folur për këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte këngëtarin Mevlan Shaba. Mevlan, faleminderit shumë për intervistën dhe ngushëllime për Shpatin. Faleminderit shumë për ftesën dhe Mevlan, ngushëllima familjes Shpatit në radhë parë u pref në paqe. si e morët vesh lajmin për ndarjen nga jeta të Shpatit? Në fakt unë e kam marrë vesh sot mëngjes herët nga një shoku jon i përbashkët, domethënë një shok i ngushtë i Shpatit, gjithashtu i shok edhe imi. Në fillim nuk e besoja, më thënë drejtën, ishte një lajm shumë shokus. I thoja jo, po ti po bën shaka. Momenti që e kam pa duke qartë, pastaj aty e besova më të vërtetë. Çfarë ka ndodhur realisht, Mevlan? Të jemi sinqert, nuk është se kam shumë detaje dhe informacione për post infraktit, domethënë atakut kardiak në zemër. Edhe nuk kam asnjë lloj informacioni më tepër. Keni pasur komunikim kohët e fundit? Po, kam pas, më thënë drejtën, më ka ngel edhe një peng shumë i madh, pasi unë aktualisht jam jashtë Shqipërie dhe kur isha herën e fundit në Shqipëri kam folur me Shpatin, edhe kishim lënë, domethënë kur të ktheja unë nga Gjermania, e kishim lënë për një darkë ose një drek të takonim, se kishim gati 1-2 muaj që s'ishim takuar më. Por që kam pas komunikim gjithmonë me Shpatin. A ka pasur, ju ka shprehur ndonjë shqetësim lidhur me shëndetin e tij? Ka pasur ndonjë shqetësim? Me thonë drejtën, ndoshta ai në vetvete mund edhe të ketë pas diçka, por që Shpati është një njeri që nxjerr veç pozitivitet, edhe nuk kam vuri, domethënë asnjëherë as një detaj të vogël që Shpati mund të ketë pas diçka ose të më ketë thotë diçka. Shpati është gjithmonë njeri i qeshur, pozitiv. Edhe prandaj sot kur mora vesh lajmin nuk mu besonte, se di që ka qenë mirë me shëndetin. Si e ke njohur Shpat Kasapin, Mevlan? Atëherë, Shpatin ne jena njohur domethënë rastësisht në një koncert, kur unë isha në periudhën time të përputhen domethënë, edhe kemi pas një koncert përbashkët, edhe aty jena njohur për herë të parë, edhe pasaj misia jonë ka zgjatur gjithë kohës. Pasaj kemi pasur edhe një bashkëpunim, kena pas një këngë bashkë, por që e kam dashur me shpirt, të jemi sinqert, si shok, ka qenë njeri shumë i dashur. Nuk e them se du flas fjalë mirë, po sinqerisht njeri shumë i dashur, shumë pozitiv. Ka qenë një nga, besoj, të vetmit artista që unë njoh, që kam pas gjithmonë suportin e tij. Më kujtohet edhe kur isha në Big të Kosovës vitin e kaluar, ishte një ndër artistët që më ka dhënë suportin maksimal. Ma nuk ishte tip, siç e dini edhe ju, që në Shqipëri ekziston kjo xhelozia nga artisti në artist, por që Shpati ishte i tillë, nuk kishte këto lloj kompleksesh, nuk ishte njeri që xhelozonte suksesin e dikujt. Ishte njeri suportues. Mevlan, për gjithë ata që se njohin Shpatin nga afër, çfarë natyre ishte? Ta thash edhe pak më parë, Shpati ishte njeri shumë pozitiv, shumë njeri allegro. Nuk e shi, domethënë se gjithë kemi periudha të vështira. Unë për shembull personalisht jam tip që i shpreh momentet e mia të vështira. Ndërsa Shpati ishte njeri që donte jetën. Ishte njeri që gjithmonë kërkonte me bë diçka. Ishte njeri që shkonte në palestër, shkonte në pishina. Domethënë ishte njeri edhe i gjallë, domethënë. Ishte njeri shumë i gjallë. Ka pasur projekte muzikore me të cilat po punonte kohët e fundit? Nuk është se kam biseduar për këtë gjë, më thënë drejtën, por momentin di që ka pas disa projekte, se më sa mbaj mend para 2-3 muajve kisha treguar një projektin tim nëse i pëlqente apo jo. Edhe më pa thonë që
jam duke shikuar edhe unë me nxjerr diçka, por që nuk di më tepër, sinqerisht. Cili ka qenë meraku më i madh i Shpat Kasapit në këto vite që ai ishte gjallë? Për merake, sinqerisht, nuk di të them, sepse ta thash Shpati nuk ishte një njeri që qante halle apo qante derte, ishte një njeri që kur ishte me shoqërinë i harronte hallët, i harronte streset edhe nuk ishte njeri që u shprehte shumë për merak apo për pengje, diçka tillë. Ke pasur informacion pse vendosi t'i bashkojë formati Big Brother Shpat Kasapi? Nuk ose kam shumë informacion, po di të them që e kena biseduar edhe vitet më parë, domethënë me Shpatin, që ka pas gjithmonë Ka pas me qef që të futej në këtë format? Jo, nuk është se ka pas me, domethënë ka pas thirrje nga produksioni, domethënë nga Big Brother i Shqipërisë, besoj se për 2-3 vite rresht, por nuk ishte tip që më thonte nuk e di a do ta bëj apo jo, edhe gjithmonë ka refuzuar të jetë në tillë format. Më thonte gjithmonë që se di a mund të bëj për Big Brotherin apo edhe nuk është se ka qenë një njeri siç janë për shembull shumë njerëz që i vjen kërkesa dhe pranon direkt. Shpati nuk e donte Big Brotherin, sinqerisht. Cili është ai moment që e kujtoni gjithmonë që keni kaluar me Shpat Kasapi? Do një moment të bukur? Momenti më i bukur, domethënë edhe i fundit që ka qenë te ditëlindja ime. Ai ka qenë, kam edhe shumë video, domethënë që kena kërcyer atë natë, jena kënaq, edhe do ta kujtoj gjithmonë atë moment. Mevlan, çfarë humbi muzika shqiptare me ikjen e Shpat Kasapit? Domethënë Shpat Kasapi është ikonë e muzikës, shumë breza. Unë i pari kur kam taku Shpatin, isha në periudhën time të bumit, edhe thoja gjithmonë se Shpati ishte një tip që edhe se ti ndoshta nuk ishe një artist nër vite, por edhe si ishe në fillimet e tua kishte qef të mbështeste edhe nuk të shikonte në atë rivalitet apo diçka tjetër. Edhe unë isha aq i emocionuar sepse gjithmonë kam qenë fans i Shpatit, ne na rritur me muzikën e tij. Edhe do t'i dëgjojmë gjithmonë muzikat e tij, sepse janë besoj 2 dekada që Shpati na ka rrit me muzikën e tij. Edhe do t'i mungoj shumë estradës shqiptare dhe publikut shqiptar me ikjen e Shpatit. Mevlan, kemi informacion se kur do mbahet ceremonia martore e Shpatit? Nuk kam sinqerisht ende informacione. Besoj që siç e dini edhe ju, procedurat zgjasin zakonisht jashtë shtetit. Besoj maksimumi 3-4 ditë. Pastaj varet se si procedojnë procedurat në Itali, por që zakonisht vonojnë 3-4 ditë. Mevlan, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.